Kjo është prejardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkëkohësve të tij. Noeu eci me Perëndin. Dhe Noeu pati 3 bij, Semin, Kamin dhe Jafetin. Por toka ishte e korruptuar para Perëndis dhe plot e përplot me dhunë. Tani Perëndia vështroi tokën dhe ja, ajo ishte e prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shturur sjelljen e tij. Dhe Perëndia i tha Noeut: "Kam vendosur t'i jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë. Ja, unë do t'i zhduk bashkë me tokën. Bëj një ark prej druri, bëje arkën me dhoma dhe lyeje me bitum nga jashtë e nga brenda. Por ti do ta ndërtosh në këtë mënyrë, gjatësia e arkës do të jetë 300 kubit, gjerësia 50 dhe lartësia 30. Do ta bësh arkën me një dritare dhe do ta mbarosh me 1 kubit mbulese. Nga sipër, anash arkës do të vendosësh derën dhe do ta bësh me 3 kate, pra me katin e poshtëm, të mesëm dhe të sipërm. Dhe ja, unë vetë kam për të sjell përmbytjen e ujrave mbi tokë, për të shkatruar nën qiellin çdo mish që ka shenjë jete. Çdo gjë që ndodhet mbi tokën ka për të vdekur. Por unë do të caktoj beslidhjen time me ty dhe ti do të futesh në arkën, ti, fëmijët e tu, gruaja jote dhe gratë e bijve të tu. Dhe nga çdo gjë që jeton, për çdo lloj mishi fut në ark 2 nga çdo lloj, për t'i ruajtur me vete gjallë bashkë me ty dhe të jenë mashkull dhe femër, nga zogjë, nga baktia dhe të gjithë rreshqanorët e tokës simbas llojit të tyre. 2 nga çdo lloj do të vinte ti që të ruhen gjallë. Dhe merr për vete nga çdo ushqim që hahet, grumbulloje dhe ruaje në mënyrë që të shërbejë si ushqim për ty dhe për ata. Dhe Noeu veproi ashtu, bëri pikërisht të gjitha ato që Perëndia i kishte urdhëruar.